Stomatologjia, më saktësisht kirurgjia orale, është një disiplinë e cila të ngarkon shumë psikologjikisht dhe kur pacienti gjithmonë ti te pacienti sheh kryesisht gjak edhe që thonë infeksione, të ngarkojnë dhe ti dush me shkarku energjinë negative të shuj diku tjetër. Dhe të e marr parasysh që unë me fotografi jo marr edhe para luftës, edhe sepse fajtor ka qenë ndoshta edhe muzika. Më ka intrigu fakti që realizohet një fotografi dhe gjatë ngarkesës psikologjike më kam filluar të fotografoj fillimisht insekte ose makrofotografi. Ti urit kërkesa makro, ty pa gjanat për rreth natyrës, shpend ndryshëm, kom kalu pastaj në fotografi të botës së egër tamam, për shembull shpend, kafsh të ndryshëm. Granet, po du me të kthy bajagin kohë. Mi prek do të copëza të bukra, jo pse mundemi mi prek gjitha, po veç pak po më intereson ky rrugtimi i jetës, edhe Graniti si fëmijë. Tip shumë ndryshe, se sa sot, po du me ditë a i kon tip jurta, tip i gjallë, a i kon shiri ma halës, a i rrit familjet madha, atë vogël, a i tërgon pak për Granitin e vogël. Tepër impulsiv. A shqitëqarë. Tepër impulsiv. Tepër, sa unë po filloj me qesh sepse para syve të mi po më vjen djali jam, i cili është 2 herë ma shumë impulsiv se unë. Dhe po fatmirësisht edhe në atë periudhë na jena marrë me gjana shumë të fëminore, por shumë të mira, shumë të lezetshme. A ki shiju? E kam shiju. Kam qenë fëmijë i përgdhelur i familjes. Jo veç i babës i nanës, por i krejt familjes gjanë. Dhe edhe në atë kohë, domethënë diku moshën 5 vjeçare, 6 kem filluar të merrem me muzikë, si fëmijë kryesisht. Pastaj të rrit, të shku në shkollën e ult muzikës, në për koncerte të ndryshme që janë organizuar në shkollat fillore në atë kohë. Tana fillojnë festivalet, nëse fillon tana periudha e vështirë e luftës e kështu me radhë. Po du mi prek edhe pak, e di që kujtimet nuk janë ma të mirat në botë të asaj pjese. Se cili për një menoj që i ka edhe ato të mirat, ato të këqijat, që i ka përjetu në jetë, nuk përbesoj që dikush që ka veç momente të bukura edhe që të më thonë që i kanë frymësu. Duket që gjithmonë kur na ndodhin, do ndodhi ma të vështira të jetës, për që aty në mësojna mas shumë ti, Granet. Sa motra, sa vllazën? Na 4 fëmijë. Familje madhe kështu? Po, 4 fëmijë, domethënë 2 djemë, 2 vajza. Korabi është vllau, pastaj vjen... Me cilën i ki bo shiret? Me Korabin kryesisht. Po, a? Se jena pothuajse një moshë, unë 1 vjet më i madh jam, unë jam fëmija i parë, pastaj vjen Korabi, vjen Fjolla edhe vjen Rina.